Kandidati për deputet Petro Gjikuria i Aleancës për Shqipërinë Madhështore nga radhët e PPD-1 është ndalur në Vlorë. Kandidati Gjikuria ka zhvilluar një takim në Vlorë për vetë rëndësinë që ka ky qytet në zgjedhjet e 11 majit, si dhe numrin e lartë të votave të cilat prodhon, duke qenë faktori kryesor i zgjedhjeve parlamentare. I shoqëruar nga kreu i PPD-1, Vangel Dule, Petro Gjikuria ka zhvilluar një takim me banorë të qytetit bregdetar. Pjesë e takimit, banorë të cilët prej vitesh jetojnë në Vlorë, por janë pjesë e minoritetit grek. Kandidati Gjikuria si dhe kreu i PPD-1 Dule kanë folur me banorët e qytetit të Vlorës, duke prezantuar tek ata programin e koalicionit ASHM. Program ky i cili paraqet një sër nismash dhe investimesh për ta bërë jetën e tyre më të lehtë, duke ndikuar në më tepër mirëqenie ekonomike për ta, por edhe familjet e tyre. Prej diskutimeve nga banorët e zonës, përgjatë këtij takimi, janë evidentuar një sër problematikash të cilat i shqetësojnë qytetarët. Problemet më shqetësuese për ta janë gjendja infrastrukturore sot e shumë rrugëve të qytetit të Vlorës, mos furnizimi i rregullt me ujë të pishëm, si dhe mungesa e investimeve në shumë zona. Gjithashtu, si shqetësim prej tyre, janë renditur edhe pagat, pensionet qesharake dhe ekonomia e dobët familjare. Në këtë takim, si problem nga banorët, është renditur dhe trafiku rrugor tepër i rënduar në çdo muaj të qytetit bregdetar. Në fjalën e tij, kandidati Gjikuria, duke diskutuar mbi problematikat, ka shpalosur edhe disa zgjidhje të mundshme të programuara edhe në programin elektoral të PD-ASHM. Petro Gjikuria ka garantuar përpjekje maksimale në Kuvendin e Shqipërisë për përmirësimin e këtyre problematikave, por edhe më shumë investime në Vlorën turistike. Gjithashtu, në fjalën e tij ka kërkuar mbështetje me votë për kandidaturën e tij si një njeri i cili do të jetë nesër përfaqësuesi dinjitos në Kuvendin e Shqipërisë për problematikat dhe hallet e përditshme të banorëve të Vlorës.